Territori i Kosovës për datën 5 tetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta dhe të lagështa duke sjellë mod kryesisht të vrana dhe rreshje lokale shiu. Në zonat malore mbi 1200 metra pritet të ketë rreshje bore të lehta. Pasdite pritet përmirësimi i përkohshëm me intervale të shkurtra kthjellimi. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të ngjitet deri në 4 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 5 tetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 5 tetor do të jetë në orën 06:30 minuta, ndërsa perëndimi në orën 18:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica -2 deri në 3 gradë Celsius. Podujev -2 deri në 3 gradë Celsius. Skënderaj -2 deri në 3 gradë Celsius. Pej -1 deri në 4 gradë Celsius. Prishtinë -2 deri në 4 gradë Celsius. Gjakov -1 deri në 4 gradë Celsius. Malishev -2 deri në 3 gradë Celsius. Gjilan -2 deri në 3 gradë Celsius. Ferizaj -2 deri në 3 gradë Celsius. Kaçanik -2 deri në 3 gradë Celsius. Suhare -1 deri në 4 gradë Celsius. Prizren -1 deri në 4 gradë Celsius.